ti, a një qësë në ka përqë heq, dje kur e bona tha të span. Jo, unë pyta realitetin, logjikën e Elionës. Po nëse, a banë të bani pytjo në ti në atë rast. Pse nuk shkove të Eliona, a ja ke hapë edhe ti komët? Ishte Eliona me Benitën, e pashë po kapeshin, edhe këtë rastin. Unë me Benitën e kom kryat muhabet, e ti pe përsëri pra. Unë me edhe ajo ka kërku falje, edhe unë i kom kërku falje. Unë se di këtë gjë. Mbyll muhabetin e ti pe përsërit hala mazi. A di shka merke që Alba, kështu që? Edhe Alba, qërë sinqerisht, unë i kom bu gabim, ajo ja ka hap kom për kërcnim, ashtu e thash. Edhe ajo është gabim, po ti po tu në shtrat. Po pra aty që ishe te muri, unë e di që nuk është gabim ajo që ke boti, as gabim ajo që ka bo Benita, unë thjesht e pyeta logjikën tënde, në rast se ti ke thënë Benitës ashtu si bie për ty. Po tuta mos e përmend. Ajo që ka thënë kjo, kur ka thënë të shtratje që na kanë të fol, është prej klipi. Jo, fare, se për mua nuk është gabim. No. Se edhe shtrati është si divani këtu në shtëpinë e Big Brother, nuk ka diçka të keqe. A di çka ka thënë për pjesën e Benisë që ka thënë kjo? Kjo ka thënë atë pjesë, po në lidhje me kërcimin, jo që ka bërë diçka. Po pra e di, unë që s'ka bërë në një gjë Benita. Kjo ka pas, di që ka pas fjalën kjo ka pas fjalën. Ti pëlqej Benita sepse ajo ta ka bërë kërcimin provokues. Normal thjesht e ka cek ashtu dhe ka cek gabim. Edhe ti ke A kupton? E kuptoj mëre, unë prap them, unë me mendjen time nuk janë gabim, as kjo, as Benita. Diçka më erdhi noti dje, që mu po m'vjen keq, sinqerisht si mirë ju si lojtar, këto dy jam u kap. Tani këta e di vetë, është përgjithësia këtyre për çfarë gjëra. Jam unë në mes soj Alba. O s'jep ti mes, se ty vetëm për mendin se ti s'ke lidhje me këta të dyja. Këta të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. Unë po të them që në atë muhabet e kena super për juve. Unë s'merrem këtu. Apo jam gjithmonë në mes kësaj situatë. Jo, ti si e më sherrit. Ja vetë këta që kryen Sot më thënë po tash ju, çure ti. Jo, si e Unë thon po kur më konvenon, ju kur më konvenon. What is happening here, man? Vallai këtu sinqerisht po lushim pak të tonë. Kështu menç. Pak po Alba, do të më pragu secili. Më duket sikur ka ardhur stagnim Big Brotheri, se sot edhe dje dhe pardje vetëm janë përsëri gjërat e kaluara. Nuk ka diçka new. Unë këto po them, pse mu ka prapë këto tema? Po i thash unë Ludo, se Ludo, kur do merresh diçka të krijosh për veten tënde dhe jo të merresh me Klodi me lëndrimin. Ludo noti tan ditën. Te me këmu për flok gjatë që kam pas çrresh aty i fry. A i nishë sot, Alba? Ama edhe juve ju shoh shumë tension. O, jo, Alba, nuk ka tension, po për një me do sani unë bot tepër ta, vlla. Këtu bëhet tepër se foto, sepse. Qërë. Larg familjes. Tash ti jam lësi. Edhe këta përsi janë të lidhur me familje të veta. Po është keq kuptu për një. Okej, rregull. Ti e di si funksionon televizioni? Po nuk është bashkë kështu. Unë e di që se ke ti. Regjistruar me të prim. Kjo është live. Po. Është ndryshe. Nuk është i njëjta gjë. Unë mendova se Nuk është live ke qenë ai tjetri. Ne kemi regjistruar ka dhënë mas një viti. E kuptoj. Tani një vjet i kanë prej klipet e gjanat. Nuk është e njëjta gjë. Se këtu po mendohet kam eksperiencë atje, domethënë që kam marrë këtu hi goti. No. A kupton? So me kapetos me hi këtu. E po pas ke nivel tjetër këtu atëherë. No, it's okay, ama unë Se je 24/7. Një javë përpara se me hi këtu, unë s'kam pas as me menu shumë sene. Edhe është vetë që unë shumë situata pasha zotin i marr me shumë lehtësi din. Nuk është që ja kushtoj, nuk e marr aq seriozisht sa duhet ndo pjesë vikut. Ndërsa unë e disa të vështirë kam pasu se ai tjetri vërtet ka qenë 24/7, ama formati ka qenë ndryshe, stil fshati, me ambjente përjashta, me thyrje rregullash. Edhe unë kur erdha këtu, kur e pashë këtu rregullat janë më ndryshe sa atje, ndërkohë që unë isha mësuar ndryshe, e di sa e fortë është për një lojtar që vjen në një format tjetër, edhe pse 24/7 prap, edhe të adaptohesh. Se unë isha mësuar me psikologjisë atje, unë tani këtu ndryshova komplet psikologjinë time, edhe emocionin tim. Plus vetëm pa romanca, se unë s'jam gatruar me asnjë mashkull, s'm ka dalë asnjë gjë për asnjë mashkull. Mbrëm atë natë për herë të parë me Ludën që më doli. Edhe që unë palesa herë kam dalë prajmë pa asnjë mashkull. Për mua është super arritje si person. Ama që përshon edhe me këto që përshon që doli klipi, na keq kuptimin që kemi pas sa kemi real, ama na disa herë bojnë dhe me që po kapemi, ti e din. Sa herë bojnë. Po skandale ata që bëni sikur, apo jo? Jo. Apo kanë dalë ata sikur? Jo, po publiku po mendojnë që na po kapemi seriozisht në situata kur na realisht jemi vetëm tu balojna. E kuptoj. Ama tash është fajuar sepse na duhet me kanë më të qartë. Po pra. Pa qartësia nuk del mirë. Mira keq, mirë është me kanë një vizën atë gjithmonë, si mirë si keq. Po mirë ju kur i bëni zënkat kështu vetëm për qesh, për gallat, a qeshni që dallohet që e keni për gallat? Kjo është problemi. Kjo është. Po se mundoj, a di pse? A di çka do të thotë në anglisht? Don't break character. Mos se prish karakterin që ju të luajt. Vetëm për atë arsye. Se neve na vjen, po mundona me përmbajt. Mund ta shijua kuptoj edhe ju situatën dhe gjithë situatën. Që janë gjithë njerëzit tension janë. Djen mëngjes.
Edhe ai është në tension, e kam thënë edhe ti. Sa i thot ju jeni tension, unë jam dakord që ju jeni tension, a mundi them edhe ti. Edhe debatet janë ku në real. Debatet të tavolinës që edhe këtu sot që i bënem në, përse jënë bot tepër ta Allah. Jënë bot tepër ta. Unë të pash. Nisëm më bëllë tepër, 1, 2, 3, 4, 5 vete. Përsa me u hapo dhe tema këtu, thash bëllë një ma, po vetëm se dishta që tonë shtja më unal pak 1 sekundë, po kuptan. Se si pas me ishte tu bëllë tepër. Ama për ata si meshkuj është pak ofenduese se thot kush është ky, me na thënë se ju meshkujt e keni, se mu si femër të më thuash bëllë më, them, okej, se femër jam e din. Sa herë bërtet në loti, për sa herë ka bërtit. Pa, dhe date. Unë tani, ajo që doja ta flisja me të tre ju është kjo. Ishte, unë e deshta për situatën të Ajo që doja ta flisja me të tre ju. Unë nuk e di, unë kesh ka shpërthejnë lot, edhe kjo nuk e di. Ishte të ba pak e tepër. Ajo që doja të flisja me ju të tre Se ajo është është kjo. presion psikologjik, se ti, une... Ama ti kur nuk e përballon debatin më mirë, Jo, une e përballoj shumë mirë. E përballoj shumë mirë. Sinqerisht jam... Ti na çuditë kur vërtetës kishin dëgjuar ndonjëherë në vërtase, bisha. Balli më, u ktheve te Banita, Benita i zori Babi lotët. kur vërtet kur shukatën krejt. Po fiks. që zënal krejt. Ajo ke aura. Po ne u çuditëm se Klodi, Po, shqyr, prega Klodi. zbërtitet i ma Benita si herë. dolë lot, më ndjeu prezencë mashkullore, aty u knaq Benita, ti kur vërtita. Po, Benita E pesa u përkëdheka Klodi. Nisi qaje se ndjeu prezencën mashkullore dhe u çliru si femër Benita në ata momente dhe t'u shpreh këty pastaj. Ajo që doja të flisja me të tre ju është situata kështu. Unë e kam vëret që vjen një strateg nga jashtë, Ludo. Dhe ai shkon të gjithë me rrafte të fortit dhe mundohet me ju heq pikat e forta, po, për ta ngrit veten pa u lodh shumë. Te diti e di çfarë ka bërë? Ditit ja kam thënë edhe Lapit. Diti i thash, se pasi erdhi Ludo ja ti u nominove u bëri nominueshëm, se Ludo të mësoj mos jesh demokrat me të gjithë, dhe me thënë diplomat me të gjithë, që të jesh selektiv. Dhe diti nisi të jetë selektiv, sa erdhi Ludoja. Nisi të jetë selektiv, doli keq. Po, pse? Se sa mësoj... Shife diti që i thash, unë i thash ditit, ti t'jesh diplomat, ama konkret. Se diplomacia t'jesh i mirë me gjithë është një ndër pikat më të forta që mund ta ketë njëri. Ama konkret t'jesh, jo në ajër filozof si që. Unë mësoja bo konkret, tash i Ludoja çfarë bëri, i tha bo selektiv. Ai u bë selektiv, ra në nominim. Ludoja çfarë bëri, u bë 2 javë e para diplomat si diti, po konkret. Atë që ja thoja unë ditit. Tash ditit, pse Ludo ty të tha bo selektiv edhe Ludo mori rolin tënd? I thash mundohet me i heq pikat e forta të konkurrentëve që i ka pa që janë personazh për cilët pika janë për jashta. Labinoti pse së rinë më në kuzhinë? Se tallte Labinotin për kuzhinën, për ngrënmen, për pimen. Nuk rinë më në kuzhinë, Labinoti e hëngri foren. Ndërsa Labinoti jam e sigur që shuhet për kuzhinën. E mu që më ka balu do, hajde. Po juve të treve, me ju prish të treve, se unë jam e sigur që ju të tre jeni personazh për jashta. Dhe me ju prish juve të treve, tani çfarë ndodh? Atë që boni ti me londrimin, ka nis të bëje Ludo me Labin. Dhe unë i them, pse boni tani? Pasha zotin edhe unë I thash, pse bon tani me Labin? Që Labi edhe... Ama e ka nis Ludo, ja jo Labi, Labi palisa ju thot stop. Ajo të londrimit i kom kalzu. Qështu bëjshin? Po, edhe ju thash, edhe kape njëri me tjetrin, edhe fërkohen pak nga pak njëri me tjetrin, edhe krevat njëri me tjetrin. Thash që ju se e mashtroni publikun, ju ktheva me të njëjtat fjalë. Thash që jeni foncat Klodit edhe të lëndrimit. Edhe unë i thash, ti e ke shajt Klodin në lëndrimin, mua më shtyn të mendoj që ti e ke pas që janë personazh të fort për këtë ja pikë. qëllon kështu brëc, ka Realiteti. Jo, unë gjithmonë ja qëlloj, ama puna është se sa konceptohet. 90% rasteve po. Analiza që kam bërë unë që ka dëgju Toni, jo, analiza që kam thënë unë që ka pa Toni për jashta, ku ka da 24 orë, dhe mbrënda në kufizim ka thënë Alba, minimumi 80% i ke pas sakta gjitha. Analiza që i kam thënë. Toni e ka një herë. Toni është analisti mirë, po zbatuesi dobët. Toni e ka yllin ballë për jetën për jashta, po jo për reality show. Këto, kur po i thonë njerëz që për shkak dini, vetë fakti që ty dinin 3 prajma, po thotë, Toni ma konkret, Toni konkret, diçka. Kur po vjen puna aty, kës po din me shpreh atë që duhet me shpreh. Se cili prej nesh i kupton gjanat. Po esenca është me ditë me i shpreh mirë, me i lidh mirë. Toni analizon mirë, po zbatuesi dopt. Tani Toni e ka gjithë informacion. Ta kishim në informacionin që e ka Toni,
Ua, që kishim bëne këtu në Alban me thonë, Alban, një shpi. sekund, një person që dele, këthit më si 24 orëve, do të me rru shpinë. A i mbas 28 orëve madje u këthy. 2 ditë ngeli. A do të me rru shpinë. Tepër. Qarë bëjmë neve që si jemi për jashta, imagjinon ne me dalë. Më fut, për zotin, fut kokë me ndëjit fort, dalë, ta kem biletën e këthimi, që këja tjetë. Se jam kapitanu, bëse ka 66 toni. Po tjetoni ti se mund të nxjerë kokë me ndëjit tjetër. Po, di ka gjerë toni në menim nëse del kokë. Ka me ndonë. Klodi me lëndrimin? Se di, unë e i sigurtë. Se kështu sikur kam nuhat, po jo se kam dëgju. Ska gjo. A ti po edhe që kam kështu më kështu interesant për një me, kjo Klodi edhe une. Ka mundësi. Shumë interesant edhe ka mundësi Jo fare. janë aty ose ju dëve të unë e përshëndetje.